Ndodhem sot në malësitë e Nenzës, ku Zoti me të vërtet ka fal këto bukuri prallore. Kemi pyetje të larta, bimësi pafund, më sakt fauna dhe flora është në pafundësinë e saj. Janë mbi 40 lloj bimësh medicinale, ka ujë të pijshëm, kafshë të egra, zoq, bagëti, por dy fshatrat që ndodhen në këtë zonë të mrekullueshme janë braktisur nga banorët. Sopoti dhe Gaferri. Sopoti i mrekullueshëm i Gjorg Golemit. Do ishte një kënaqësi e veçantë që pushtetarët të vinin jo vetëm dorë në zemër, por me projekte zhvillimore ta bënin këtë trevë të jetueshme, të vizitueshme nga banor vendas, nga turist vendas dhe të huaj. Në qoftë se do të bëhesh rruga Mirak, Polis, Sopot, Liqer i Cakës, Zavalin, Liqer i Cakës dhe Liqer i Cakës, Lëpush, Stravaj, Çukës. Do ishte zona më e bukur e vizitueshme, ku gjithë Elbasani, Durrësi, po dhe një pjesë e Vlorës nuk kishin pse të shkojnë në Theth, por Thethi është këtu. Vendi më i bukur është këtu. Unë nuk dua që të nënvlerësoj ato zonat mrekullueshme të veriut, por dua të vlerësoj këto zonat mrekullueshme tonat. Prandaj edhe një herë do t'i bëja thirrje parlamentarëve të Majtë të Djathtë, drejtuesve lokal të Majtë të Djathtë, të bëhen bashkë dhe ta jetësojnë këtë zonë të mrekullueshme, duke i dhënë një atraksion këtij vendi, duke i kthyer besimin dhe shpresën të rive dhe të rejave që të kthehen nga vendi ku kanë ikur dhe të shijojnë këto bukuri prrallore që janë këtu. Edhe një herë ju falenderoj nga zemra që do më dëgjoni dhe do t'ju ftoja të gjithëve t'i vizitoni këto zona. Edhe pse sot nuk ka rrugë, edhe pse sot nuk ka mundësira të tjera për shërbime, mjafton të merrni një ushqim të thjesht me vete dhe të vini në këtë ajër të freskët, në këtë ujë të ftohtë, në këtë gjelbërim pafund dhe të harroni sadopak problemet dhe hallet tuaja të ditës. Edhe pse me shpenzime është, por do mbeteni mjaft të kënaqur dhe do kërkoni që të vini përsëri, por edhe të merrni persona të tjerë të cilët nuk kanë qenë apo vizituar këto treva të mrekullueshme. Faleminderit.